Klodi dhe Eliona afrohen gjithnjë e më shumë dhe vendosin të qëndrojnë në të njëjtën anë kundër ludos. Atmosfera është e rëndë dhe e mbushur me mosbesim, ndërsa lëvizjet dhe bisedat mes banorëve tregojnë se diçka po përgatitet. Klodi dhe Eliona shihen shpesh bashkë, duke shkëmbyer fjalë dhe shikime që tregojnë qartë se kanë një qëndrim të përbashkët. Klodi flet hapur dhe pa dorashka. Ai shprehet se Ludo, sipas tij, nuk është i zgjuar në lojë dhe se po bën gabime të njëpasnjëshme. Me ton të fortë, Klodi e quan Ludon budalla, duke theksuar se sjellja dhe fjalët e tij e kanë lodhur dhe e kanë bërë të humbas respektin brenda shtëpisë. Fjalët e Klodit janë të drejtpërdrejta dhe nuk lën vend për interpretime të tjera. Eliona i qëndron pranë dhe e mbështet në çdo fjalë. Ajo tund kokën në shenjë miratimi dhe shpreh se edhe ajo ndihet e lodhur nga sjellja e Ludos. Ajo thot se Ludo ka krijuar tension të panevojshëm dhe se ka bërë që shumë situata të përshkallëzohen pa arsye. Bashkimi i tyre bëhet gjithnjë e më i dukshëm dhe kjo krijon një energji të fortë përballë Ludos. Klodi vazhdon duke thënë se ai dhe Eliona janë të vendosur ta nxjerrin Ludon jashtë lojës. Ai flet me bindje, sikur gjithçka është e menduar dhe e qartë në kokën e tij. Sipas tij, bashkimi i forcave me Elionën është mënyra më e mirë për t'i treguar Ludos se nuk është më i fortë në këtë lojë dhe se koha e tij po mbaron. Eliona shton se Ludo ka treguar fytyrën e tij të vërtetë dhe se banorët e tjerë gradualisht po e kuptojnë këtë. Ajo shprehet se loja kërkon durim dhe strategji, gjëra që sipas saj, Ludo nuk i ka. Fjalët e saj janë të qeta, por të ngarkuara me vendosmëri, duke treguar se ajo është plotësisht në të njëjtën linjë me Klodin. Ndërkohë, Ludo ndihet i vëzhguar. Ai e kupton se diçka po ndodh pas shpine dhe se Klodi dhe Eliona nuk janë më neutral ndaj tij. Shikimet mes banorëve bëhen më të shpeshta dhe bisedat më të ulta, duke shtuar edhe më shumë tension në ambient. Çdo lëvizje e vogël merr kuptim dhe çdo fjalë analizohet. Debati dhe përplasja nuk ndodhin menjëherë ballë për ballë, por ndihen në ajër. Klodi vazhdon të flasë për Ludon si për dikë që nuk i kupton rregullat e lojës dhe që sipas tij, po e fundos veten dita ditës. Ai thekson se bashkë me Elionën janë më të fortë dhe më të qartë në qëllimin e tyre. Eliona shprehet se ajo nuk ka frikë nga përplasjet dhe se është gati të përballet me çdo situatë. Ajo ndjen se ky bashkim me Klodin i jep më shumë siguri dhe forcë. Të dy flasin gjatë për atë që ka ndodhur, për fjalët e Ludos dhe për mënyrën se si ai është pozicionuar në shtëpi. Me kalimin e minutave, bëhet e qartë se kjo aleancë mes Klodit dhe Elionës është serioze. Ata janë të bindur se Ludon do ta nxjerrin jashtë dhe se kjo është vetëm çështje kohe. Atmosfera mbetet e tensionuar, e mbushur me përplasje të heshtura, strategji dhe nervozizëm, duke e mbajtur vëmendjen e publikut të fokusuar për më shumë se 5 minuta në këtë përballje psikologjike dhe lojë.